Shërbimet e policisë kufitare Muriqan ndaluan shtetasin amerikan me inicialet HM 45 vjeç, pasi ishte shpatur në kërkim për veprat penale kanosja dhe përdorimi me keqdashje i thirrjeve telefonike. Veprimet e tjera procedurale do të kryhen nga DVP Vlorë. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin me inicialet ET 36 vjeç banues në Shkodër, pasi nga kontrollet dhe verifikimet në lokalin në pronësi të tij në lagjen Liria në Shkodër, rezultoi se ushtronte aktivitet me punonjës të pasiguruar në organet tatimore dhe pa lëshuar kupon tatimor. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet të prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit. HQ banues në fshatin Bërdice Mesme, pasi ka kallëzuar shtetasim inicialet RM 63 vjeç banues në fshatin Bërdice Mesme në Shkodër, se më datë 3 maj 2026, ai ka vjedhur 2 pompa uji që shërbejnë për vaditje në tokën e tij. Shtetasim inicialet MP banues në Shkodër, pasi u kap duke transportuar lëndë drusore që dyshohet se është prerë në mënyrë të kundërligjshme. Lënda drusorë u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.